Eksperti IT-s sqaron si ikën fansat e Eglit. Eksperti IT-s Tomi Kallanxhi, ftuar në një studio televizive, komentoi rritjen apo rënjen e ndjekësve në rrjetet sociale të personazheve të Big Brother VIP 4. Moderatori e pyeti fillimisht për profilin e Instagramit e Eglit Takos, ku ka pasur ndryshime drastike brenda një kohe mjaft të shkurtër. Pas daljes së Eglit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, numri i ndjekësve u rrit shumë, por situata ndryshoi totalisht me rikthimin e saj në Big Brother VIP 4, ku dukse fansat po e braktisnin. Kjo gjë nuk është si e prerë me thik, edhe mund t'i ketë bler, por edhe mund të jetë një sulm për këtë gjë. Në datën 6 mars, Eglit i janë shtuar 21.000 ndjekës dhe vetëm në një ditë më 7 mars i janë shtuar 53.000 pikërisht. Kjo gjë ka zgjatur 4 ditë. Më 8 mars i janë shtuar 22.000. Në total i janë shtuar gati mbi 150.000 ndjekës. Egli në datën 5 mars ka qenë me 187.000 ndjekës dhe befas. Pikun e ka arritur më 15 mars me 352.000 ndjekës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.